Është edhe një thirrje për një marrëveshje të re, për një Shqipëri të re. Jeni për protestës? Gjithë kanë të drejtë protestojnë. A jeni për tërheqjen e qeverisë? Ju keni marrë disa qëndrime shumë të qarta. A jeni për tërheqjen e qeverisë autokratike? Ju lutem. Ju lutem me një përgjigje. Për më të mirën që të gjithë të protestojnë për çështjet e tyre. Dhe kam parë që ka edhe shpirtrat humbur këtu që në familjen tonë politike që duan një Shqipëri të re. Fair enough. Mezi pres që të na sjellin draftin e Shqipërisë së re, të shkruar. Dhe patjetër jemi gati të bëjmë një marrëveshje të re për një Shqipëri të re. Po kam frikë se drafti nuk do vi kurrë. Sepse Shqipëria e re është njësoj si të gjitha siluetat e flamingove, njërën prej cilave mbante Fatos Lubonja. Fatos i poshtë, flamingo lartë edhe Shqipëria e re.